Me thirrjet jo konsullatës serbe në Shkodër, qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile zhvilluan një marshim proteste në qytetin verior kundër marrëveshjes për hapjen e një përfaqësie diplomatike serbe. Protestuesit u nisën nga zona pranë shtatore si Isa Boletini dhe marshuan drejt Bashkisë së Shkodrës, ku kundërshtuan vendimin e arritur në parim mes qeverive shqiptare dhe serbe për hapjen e konsullatave përkatëse në Shkodër dhe Bujanovc. Gjatë protestës, qytetarët deklaruan se hapja e një konsullate serbe në Shkodër është një veprim i papërshtatshëm, duke sjellë në vëmendje faktin se Serbia, sipas tyre, nuk ka kërkuar ende falje për krimet e kryera ndaj shqiptarëve të Kosovës. Protestuesit kundërshtuan edhe krahasimin mes komunitetit serb në Shkodër dhe shqiptarëve në luginën e Preshevës, duke thënë se nuk mund të barazohen nevojat e një komuniteti të vogël me ato të mira shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medveq dhe Bujanovc. Ata e cilësuan këtë marrëveshje si një cënim të kujtesës historike dhe një mungesë respekti ndaj sakrificave të shqiptarëve gjatë luftës së Kosovës. Në fund të protestës, qytetarët parlemëruan se kundërshtimi ndaj kësaj nisme do të vijojë edhe në ditët në vazhdim.